do hy. Dhe si kjo ka dhe shumë fjalë të tjera. Po kështu në Kosovë mbaj mend për bojaxhi ata përdorin Molière. Është nga gjermanishtja, por gjithë Kosova të njeh Molière. Një fjalë të përafërt me këtë. Mbaj mend sepse kur shkuam në institutin e Prishtinës, në institutin albanologjik, atje na tha ne këtë përdorim, nuk e njohim fjalën bojaxhi dhe tani njerëzit mund të reagojnë, sidomos ata që janë pak më purist, po fjala bojaxhi nuk është shqip. Nga vetë gjitha fjalët që mbarojnë me xhi janë nga turqishtja. Edhe vetë fjala boj. Po, edhe vetë fjala boj që andej vjen nga turqishtja, kështu që nuk është nevoja sot të bëhemi ekstremisht purist, mjafton që i përgjigjet sistemit gramatikor të gjuhës shqipe, gjuhën e mbron sistemi gramatikor. Në momentin që ruajmë morfologjinë, ruajmë sintaksën atë gjuhën nuk e gjen gjë. Edhe ky është një proces normal në të gjitha gjuhët e botës. Gjuhët marrin, japin me njëri tjetrin, ashtu si njerëzit japin e marrin martesë edhe gjuha pak a shumë ashtu funksionon. Është një organizëm i gjallë. Eksakt. Doja të pyesja zotin Berisha. Zoti Berisha, ka pasur debat mbi atë se ku është mbështetur fjalori edhe më parë. Më parë e dim ka qenë më shumë në Geg. Apo jo? I 1980-s, Tosk. Tosk, në Djes. Pastaj më vonë? Më vonë kemi ripunimet ati fjalori, por nuk kemi një fjalor të ri. Fjalori 2006-s ka shtuar pak fjalë, një numër fjalësh të reja, ka hequr kuptimet ideologjike. Ka mbetur prapë në Tosk? Është, po ai që ishte, po. Apo jo? Tani, në këtë pikë, zoti Berisha, ka diçka për të thënë ky fjalor i ri i gjuhës shqipe për ty nga anom, në Geg apo në Tosk? Ja, unë mendoj se fjalori nuk ka nën nga asnjëra anë. Kemi luajtur një ekulibër. Po, fakti që në këtë projekt janë të përfshirë të gjithë përfaqësuesit, nëse mund të shprehem kështu, nga trojës shqiptare, pra nga Instituti Albanologjik në Prishtinë jemi 8 punonjës, 5 aktiv dhe 2 që kanë dalë në pension, pastaj nga Universiteti i Prishtinës kemi profesor, nga Universiteti i Gjilanit kemi të angazhuar. Në fillim të projektit ka qenë një përfaqësues nga Akademia e Shkencave e Kosovës, por është tërhequr, nuk i di arsyet. Pastaj kemi përfaqësues ose ka kolegë që kanë dhënë kontribut në këtë projekt nga Maqedonia e Veriut, nga Mali i Zi, nga Presheva, që i bie secila trevë shqiptare, ku flitet shqipja, ku shqipja është gjuhë aktive në përdorim, ka vjelje, ka leksik dhe ka përzgjedhje fjalësh për këtë fjalor. Por duhet ta kemi qartë, ky nuk është fjalor dialektor, nuk është as fjalor terminologjik si ta profesoresha pak më herët, por është fjalor i gjuhës i madh, i gjuhës shqipe, që është fjalor normativ. Padyshim, duhet të përshtatet me sistemin drejtshkrimit që kemi sot. Qartë. Zonja Kananaj, do ta kemi të botuar këtë fjalor apo do të mbetet online? Duhet marrë parasysh edhe volumin, ë? Patjetër që do ta kemi të botuar, po do kaloj një fazën që do mbledhim mendime, sugjerime, vrejtje, kritika, të gjitha janë të mirëpritura sepse rritin cilësinë e fjalorit. Pastaj do mblidhet një grup pune dhe do i reflektoj këto ndryshime që janë të nevojshme për t'u bërë, dhe ka pak ndryshim kur kemi një fjalor online ne jemi të lirë të shkruajmë, nuk kemi kufi në hapësirë. Ilustrimet i bëjmë me fjalistat të gjata sa të duam ne. Në letër pastaj jemi detyruar që këto fjalit i reduktojmë në togje të vogla. Pra ka një proces pune që është voluminoz, po të mendosh që tani më ky fjalor është rreth 10.000 faqe Wordi. Kështu që të mendosh pastaj që ta bësh gati për ta ngjeshur një çik, sepse printimi vetvetiu është i tillë që do materialin më të ngjeshur, do kërkoj një kohë zgjatje të caktuar, nuk do të jetë e largët, por kjo nuk do të pengoj askënd sepse fjalorin e ka aktiv dhe ne do vazhdojmë ta pasurojmë. Një fjalor i shtypur në letër është më shumë për studiuesit, për të apasionuarit e gjuhës shqipe, të albanologjisë, të cilët duan të studiojnë dukurit në sistem, për ata që duan ta kenë aty në raft ta shohin sepse është pasuri kombëtare. Është gjithë gjuha, vlerat tona, historia jon, një komb njihet nga gjuha vet. Prandaj patjetër që do ta kemi edhe në letër dhe shpresojmë shumë shpejti, por tashmë nuk jemi më të ngucur sepse nevojat imediate i kemi përmbushur. Qartë, a mund ta thuash ndonjë fjalë të cilën e kemi përshtatur, fjalë që e kemi huazuar, po që tashmë në këtë fjalor do të jetë përshtatur tamam në gjuhën shqipe? Po gjithë teknologjia vjen. Shumë themi celular.
Po themi celular, po themi procesor, po mouse themi. Mouse. Tablet ka hyrë. Mouse, për shumë, si do e quajmë ka tani e Po mbi? e provuam neve ta fusim miush, po nuk e pëlqyen Nuk shqiptarët. na shkon. Po sepse miushi ka një konotacion miu, po të shikosh edhe prallat e legjendat nuk vjen si figurë pozitive, krahasuar me disa legjendat popujve tjerë, dhe vetë ky konotacion jo pozitiv u mbart edhe këtej, sado që ne kemi lënë si kuptim aty të sugjeruar, sepse fjala shqipe duhet ketë përparësi. Po fiton miushi, duam s'duam neve. Po kështu. Po kështu kemi... Pra klikova miushin? Si klikon miushin? Klikon fjallën. Shtypa mausin. Po. Shtypa miushin nuk në shkon. Nuk në shkon, po bra. Dhe fjalla klikoj ka ardhur nga anglishtja. Po, shtypa e korrigjova. Me një klik, e kemi futur në si fjallë, do futet ajo pa tjetër. Dhe ka marrë mbaresat e shqipes, po duke qenë se themi klikoj, klikova, u klikua, ajo tash më të ndjetë si pjesë e jotja. Po kështu kemi marrë lavatrice, e kemi marrë nga italishtja. Më parë brezat më të vjetër sësa unë kam përdorur makinë larse dhe kanë qenë konkurim të fort. Dhe mendoj që është e sakt. Makinë larse shumë mirë, po ja që fitoj lavatricia. Edhe për faktin e asaj që vepron ekonomia gjusore. Do më thënë, folsi parapëlqen që me sa më pak energji, me sa më pak fjalë të shpreh më shumë mendime, më shumë kuptime, dhe kur ke një tokë fjallësh, preferohet një fjallë e vetme. Pra, ty kemi fjallë që për kompromis, duke qenë se gjenë zbatim në përditshmëri, pavarësisht se nuk janë shqipe, qëndrojnë. Qëndrojnë dhe ideja është që nuk vendosin gjuhëtarët për gjuhën, vendos populli. Nëse fjala del gjerësisht në përdorim, ne jemi detyruar ta pasqyrojmë përdorimin e kësaj fjale. Ne sugjerojmë, gjithmonë sugjerojmë fjalën shqipe përpara një huazimi, por i takon medias, i takon shkrimtarëve, përkthyesve, mësuesve, profesorëve të përdorin dhe të nxisin fjalën shqipe. Çfarë i takon medias? Të përdori sa më shumë fjalë të brumit origjinal shqip. Media në nxitime sipër përdor shumë huazime. Në përgjithësi atje... Si të gjithë njerëzit në përditshmëri. Është pak më fort, sepse edhe përballja me literaturën e huaj është më aktive. Po, sepse ju konsultoni vazhdimisht mediat në të gjitha gjuhët e botës dhe vetë në një trysni të tillë të mbetet një fjalë, të duket sikur ky koncept është më bukur në atë fjalën e frëngjishtes apo në atë fjalën e anglishtes. Po rrezikojmë që të mos kuptohemi nga audienca, shpeshherë. Ndonjëherë po gjithsesi media është edhe inovatore në futjen e fjalëve të reja dhe të risive të reja, kështu që unë nuk do ta quaja delen e zezë, do ta quaja inovatore. Qartë. Zoti Berisha, nuk e di nëse keni diçka për të shtuar. Jo, ju falenderoj për interesimin dhe urimet të shqiptarëve për këtë fjalor i cili është pritur me padurim nga gjithë. Padyshim. Faleminderit zoti Berisha. Zoja Kananaj, faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi.